Antenat e kompanive celulare, por jo vetëm, vijojnë të qëndrojnë krye lart mbi fasadat e pallateve. Pavarësisht premtimeve se do të merren masa, deri tani asgjë nuk ka ndodhur. Ndërkohë që nga një vëzhgim i bërë në qytetin e Vlorës, ajo që bie në sy është se të gjitha antenat vijojnë të jenë mbi pallate, duke rrezikuar seriozisht shëndetin e banorëve e në mënyrë të veçantë fëmijëve. Me rritjen e temperaturave rritet edhe rreziku që shkakton rrezatimi i antenave të vendosura mbi pallatet. Një temë kjo e diskutuar dhe e shumë diskutuar sa i përket rrezikut që kjo u shkakton banorëve, sidomos atyre që ndodhen përreth. Vlen të theksohet se këto antena i përkasin kompanive telefonike, por jo vetëm. Janë edhe ato të radiove apo të televizioneve që janë të vendosura pikërisht mbi këto pallate. U bë thirrje pushtetit vendor që të largohen sa më parë këto antenat që të vendosura mbi pallate, pasi rreziku që u shkaktojnë banorëve përreth është shumë i madh. Nga matit reale në teren, rezulton se antenat celulare në Shqipëri kanë rrezatim të lartë radioaktiv, 6 deri 10 herë më të lartë se standardi formal ndërkombëtar i deklaruar prej kompanive dhe i përcaktuar prej Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndërkohë që këto antena qëndrojnë krye lart, ato nuk respektojnë as pak dhe distancën mes tyre apo distancën mes zonat e banuara.